Ne kemi ardhur te Prokuroria e Shkodrës, duke qenë se Prokuroria e Shkodrës ka mbi një vit që ka dosjen tonë në zyrat e saj dhe nuk ka kryer akoma, nuk është mbyll hetimi. Kemi qenë në nëntor që presim për një akt ekspertimi që nuk na është vënë dispozicion akoma, që zvarritet dhe së fundmi janë ndryshuar dhe pyetjet për ekspertët. Prokuroria ka ndryshuar pyetjet duke tjetërsuar dhe drejtimin e hetimit. Kështu që sot jena këtu për të bërë një takim me prokurorin e çështjes ose me titullarin e institucionit për më na vënë në dispozicion, më na vënë informacion se si ka ecëturia e hetimit të dosjes, në çfarë faze jena dhe më na informu pse kanë vendosur me ndryshu pyetjet për ekspertët topografik. Duke qenë që pyetjet e ndryshuara tjetërsojnë komplet hetimin. Unë interesova në gjykat, pranë gjykatës, se cilën çështje kishte ai për të zhvilluar në gjykatën e rrethit gjyqësor Shkodër. Aty më doli që ai nuk kishte në gjyq dhe ai po mbyllet brenda aty në zyrën e tij. Ne kisha lutur edhe një herë kryeprokurorit që të lutem na prit dhe na nëgjo fjalë që ne duhet të themi vetëm vërtetën. Unë jetoj në Lezhë. Kam kënë dje mas dreke, në orën 4 i qerek, bulevard, të nejtë, ullën stol, vjen polici merë më qëndeg, për qa më qëndeg mu. Kam kënë dje në Lezhë, në komisariat, për qa me shku në dje. Qa e mu në kriminel janë këta, hajduda janë këta. Ta kanë hynë të toka jeme, të toka jeme kanë mikë për tokës teme.